Fala Melitës. Rofsh. Nuk bën dot intervistë me Mirela Kumbarën në Gjirokastër se nuk lë njeriu pa i folur. Po si është kjo punë? Jo se është për fushat, kështu ka bërë gjithmonë këtu. Me ç'të kam parë. Po unë këtu jam çdo fundjavë gjatë kohës që s'është periudhë elektorale dhe tani jam pothuajse e kam përmbysur, jam vetëm 2 ditë në Tiranë dhe jam edhe në Tiranë. Po, është normale, unë kam 12 vjet në këtë qark, përveç se jam nga kjo zonë, jam nga Gjirokastra, jam nga Libohova, i kam shëtitur të gjitha bashkitë dhe le të themi rreth 80% të fshatrave të 7 bashkive. I njoh të gjithë, më njohin të gjithë, punoj me ta, jetoj me ta, i dua shumë, më duan shumë. Normale. Më kujtohet momenti kur më morën telefon me flamurin, po kështu vitet shkruara dhe o rutina po kaloj këti nga Gjirokastra. Dhe këti nga Gjirokastra s'kishte asgjë. Në një kohë rekord, më thuash, nuk është bërë vetëm këshesh, është bërë gjithçka. Është vërtet një festival pune, do ta quaja. E quaj festival pune sepse njerëzit e kanë shijuar shumë dhe ajo që është kënaqësia më e madhe është që punët e bëra nga programi rilindjes urbane, nga investimet publike, kanë krijuar një sinergji fantastike me sektorin privat, se sidomos në një qytet si ky, ku pronat private praktikisht janë të gjithëve, është e pamundur të imagjinosh që gjithçka bëhet nga shteti. Sektori privat dhe sektori publik janë në një sinergji fantastike dhe kanë bërë këtë që është hoteleria, turizmi. Tani, të gjitha këto ndërtesa që shihni ju rreth e rrotullt, që mbajnë emrin hotele të ndryshme, nuk kanë qenë ose kanë qenë në ndërtesa të vjetra të rënuara. Dhe e bukur është që kjo që shikohet në qafë pazarit ka filluar në lagje të tjera, siç është Dunavati, siç është Sfaka, siç është Palortoja, lagje tipike gjirokastrite. E pash vetë se nga trova rrugën dhe erdha në për një lagje ku punoj. Dhe vazhdohet punohet. Po nuk është lënë asgjë. Ajo ishte kështu në fund botës më duket. Kur bë qafa e pazarit dhe gjithë qendra e zonës historike, pati paragjykime që ja bët këtë dhe i lat, po Gjirokastra nuk është kjo. Dhe është vërtet, Gjirokastra është e gjithë ajo që thot kënga Pike Floririt mbi malin e gjerë. Dhe nuk do të kishte kuptim nëse ne nuk do futeshim gradualisht në thellësi. E bukur është edhe në lagje që janë goxha të shtyra në shpatin e malit, të malit i gjerë, janë hapur guest house, janë hapur bujtina dhe sot po konsiderohet si një le të themi ekonomi normale ku gratë gatuajnë reseta tradicionale, familja mban hapur biznesi dhe ka dhe një garë shumë të bukur për arkitekturën, për dekoret, për tavanet, për hekurin apo gurin e punuar. Dhe më vjen shumë mirë sepse kjo ka krijuar edhe një treg, le të themi, dhe një nxitje për të mbajtur gjallë disa zanate që ishin krejtësisht duke vdekur. Punimi i drurit, i gurit, i hekurit, po sidomos këto dy të parat, janë tipike gjirokastrite sot, të gjitha kërkojnë. Mirela Kumbarë që flet me të njëjtën dashuri për Gjirokastrën, siç e kam dëgjuar dikur të flas për Shqipen, siç e kam dëgjuar të flas për letërsinë, siç e kam dëgjuar, por tani në këtë rast nuk është vetëm fjala, tani është edhe vepra. Kjo është gjithçka e materializuar asaj që desha. Në këtë moment jemi në një moment elektoral, por sinqerisht kjo fjala elektoral është një fjalë që unë se përdor, sepse nga që komunikimi siç e kupton edhe EP është tërë kohën non stop, për mua e rëndësishme është që skuadra të cilën unë drejtoj, skuadra e kandidatëve të Partisë Socialiste, të jetë një skuadër fituese. Dhe dua të theksoj, është një skuadër e përbërë nga njerëz që kanë lindur këtu, kanë krijuar familjet e tyre këtu, punojnë këtu dhe do vazhdojnë të jetojnë këtu. Është e para herë që është një skuadër 100% e qarkut të Gjirokastrës. Nga Gjirokastra deri në Përmet e në Tepele. Unë kam ardhur për njërin prej djemve të skuadrës, që më ka bërë shumë përshtypje. Ai në fakt më ka bërë përshtypje si njëri prej djemve të skuadrave, të gjithë skuadrave. Sepse dia e para që ishte aq djalë, mendoja që ishte një burr i madh i ri dhe e ngatroja edhe me pirodhimën e Gjirokastrës. Ka ndodhur. E ke fjalën për Dhe mendova, wow, e morën atë, nuk kështu ka menduar fillim. Jo. Dhe ju kishit gjetur një djalë të ri, i cili ishte tregimi i Gjirokastrës. Mua më ka bërë shumë përshtypje. Eksakt. Është vërtet. Dhe i kthimit, dhe i asaj që ju në pak po kërkoni, ktheuni. Shiko, ka dhe një lloj paragjykimi që njerëzit në Partinë Socialiste ose kandidatët për deputet, ose që janë përgjithsisht pjesë e skuadrës drejtuese, janë gjithmonë të njëjtët, riciklohen, edhe jo nuk është kështu. Shumë e rëndësishme për ne që ta hapim partinë. Dikur e hapi derën për mua në Partinë Socialiste dhe pa e kërkuar unë më ftoi. Edhe është ai që sot është kryeministri i Shqipërisë.
Në qoftë se secili nga ne nuk e bën këtë në momentin që bëhet pjesë e asaj trungu të Partisë Socialiste, Partia Socialiste do t'i thajë ndegët. Dhe arsyeja që ne kemi hapur dhe praktikisht në gjitha skuadrat ka të rinj që ose s'kan pas asnjë lidhje me jetën aktive politike, ose që vinë nga bota akademike ose nga bota e biznesit. Sidomos nga bota e biznesit, dhe Piro Dhima ishte një zgjedhje pikërisht e një njeriu, historia e jetës së cilit është historia e qafës pazarit, është historia e rilindjes urbane. Është prova më e mirë se si ti mund të shkosh si shumë gjirokastrit të tjerë që kanë jetuar e punuar në Greqi dhe kthehet dhe është krejt në biznesin e familjes. Ka një biznes shumë interesant, një nga hotelet më të mira të Gjirokastrës, me standardet, karakteristik, një kartë vizit shumë e mirë para se të futesh ke qafe pazarit, dhe që në këto 10 ditë e ka zgjeruar biznesin e vet me familjen dhe në zinxhirin e pjesës tjetër të sektorit të turizmit. Kush më mirë se sa ai mund ta tregoj, ta mbroj dhe të dëshmoj se si politika dhe qeverisja e Partisë Socialiste ka transformuar jo thjesht bukurinë e qytetit, se qyteti i bukur ka qenë, edhe qafa e pazarit tu ka qenë, po ka qenë e rënuar dhe si ato bletët punëtore, edhe Piro është një nga këto bletët gjirokastrite, një nga bletët e Lunxhërisë, që kombinon shumë bukur Gjirokastrën, Lunxhërinë dhe Dropullin, dhe ka treguar se vetëm në këtë lloj vizioni mund të ecet përpara. Është modeli i mirë që flet me jetën e vet. Unë flas edhe si politikane, sepse u bëra 12 vjet tashmë që jam në këtë mision, jo profesion, mision. Më vjen shumë mirë që e kam Piro në krah, krahas edhe 3 shokëve të tjerë, Anila në përmet, Tërmet Peçi në Tepelen, edhe Shoqëri Hysi nga bota akademike e Gjirokastrës, që vjen krejt si një prurje e re, edhe në mosh, por edhe në përvojë, edhe në mentalitet. Për Piron erdha, më ka bërë shumë përshtypje dhe dua ta njoh. Bukur. E mbylla, për Piron erdha. Ja unë atë se që nga me tepër. Të uroj fa. Faleminderit. Pafshim, ciao. Për Piro Dhimën, pas pak, ta njohim së bashku. Erën e shkuar kur era në Gjirokastër, thash merr atletët me vete. Sot po të them mos haro syzet. Ka një diell që nuk rritet pa syze. Unë kam ardhur për Piro Dhimën, siç e thashë edhe Mirira Kumbaros, dhe e pranoj. Unë nuk e dija cili Piro Dhima ishit ju dhe kur të ngjova thash wow, pas kanë marrë Piro Dhimën. Por në fakt doli që ishit një befasi për listën, për atë që unë pëlqej shumë të flas për diasporën, për kthimin, për jetëzimin edhe për gjetjen e vetës këtu, në shtëpinë tuaj. Gjithsesi, unë pakti, tua dim shumë. Ku jemi këtu? Këtu jemi te Hotel Argjiroja. Këtu jemi te Hotel Argjiro. Unë jam Piro Dhima, por jo ai Piro Dhima që shumë e mendojnë. Jam Piro Dhima i Gjirokastrës. Dhe ne u kthyem nga emigracioni në Shqipëri dhe pak nga pak me prindrit, me punën tonë, filluam të... Në Greqi ishit? Po. Të morëm të objektin këtu, ishte e rënuar komplet. Çfarë ishte ky? Ky ishte një hotel, por hotel i kohës të komunizmit, shumë i amortizuar, shumë i abandonuar, dhe siç ishte komplet pazari i Gjirokastrës në fakt. Ashtu ishte dhe në atë kohë nuk ishte shpresë. Kur filluam në punën, nuk ishte... Si u quanin atëherë kur punonin? Atje thoshin këta janë të marrë që po mirë me këtë, sepse ky vend nuk ka shpresë pazari Gjirokastrës. Se do vishin Gjirokastër, thoshin, e mbajmë? Por pak nga pak me punën tonë dhe më pas u bë investimi këtu qeveria dhe donatorët bërën
investimin e pazarit të Gjirokastrës ishte një investim fantastik për Gjirokastrën, u rijetëzua komplet pazari. Unë që isha këtu, shikoja çdo ditë atë ndryshimin e... Po pra, si të duke, për shumë, mbaj mend në atë kohë, njerëzit ankoheshin, po e prishin këto ti çan ndjeje në fakt. Këtu të gjithë këta që kishin dyqane thoshin po na mbyllin punët, po na shkatrojnë biznesin sepse ishin vendosur ato skelat përpara, perdet që pengonin fasadat sepse bëj punë nga pas. Edhe të gjithë nuk e mendonin, por unë në fakt isha shumë i bindur që pas kësaj ndërhyrje dhe që një ndërhyrje gjigande që u bë këtu, sepse ishte gjithë asambli i pazarit të Gjirokastrës u ndërhyr në të gjithë pazarin, jo në godinat të veçanta. Ja, më mbyllësh syt tani. Çfarë shikon, si ishte? Këtu? Këtu të gjitha këto fasadat ishin të rënuara me suvat që kishin rënë. Zhurma më e bukur e Gjirokastrës është zhurma e valigjeve në kaldrëm. Dhe njerëzve që dhe vinë dhe nuk e di, mua më kanë kazëlluar transformimi i Gjirokastrës. Transformimi i Gjirokastrës është jashtëzakonshëm, është një punë fantastike që është bërë nga të gjithë, por unë duhet të them që qeveria dhe ministria Kumbaro Qetis apo e ke takuar ka bërë një punë të jashtëzakonshme për këtë qytet. Se vë fare ndryshim. Ishte një punë që nuk mund të imagjinosh se si u ndryshua. Pas fasadave të pazarit u hoq komplet kaldrëmi i kaldrëmet e qytetit dhe të punoshën në presion, se thua që jo po si, jo po qysh. Dhe me kohën edhe jo po me njerëzit që ishin dyshus mbi punë. Me njerëzit mbi kokë, Gjirokastrën. Aty ku kalonin makinat gjatë gjithë kohës në pazarin e Gjirokastrës, u ndalua dhe transporti makinave dhe kalimi makinave dhe u bë e gjithë pedonale. Aty ishte tjetër histori dhe tjetër ankesë. Po tani kalojnë valigjet, tu kanë kohën. Tani kemi vetëm zhurmën e valigjeve, rrotave të valigjeve. Sa mrekullie ja ti flet edhe më fal Piro, se një të them me ju njërë me ti, po duket kështu si në shtëpi këtu. Me ti. Shikoje, aty përballë nuk e di, dikur e mbyllur fare, tani e rregulluar dhe shikoje që po punoj. Këtu po punohet edhe të dy katet e këtij biznesit, poshtë është restorant, pizzeri dhe lart e ka kthyer po e bën hotel. Pashi po punoj. Do me thënë të gjithë të dy katet. Por këta, edhe ky është një shembull se si pas vitit 2017 dhe pas rijetëzimit të komplet pazarit, ky zotëria këtu e ktheu në aktivitet, në restorant, në... Se që ishte? Ishte mbyllur, besoj? Ishte komplet e mbyllur, ishte një kafene nga të paktat në fakt që rrinin ata që thoshin që ky vend nuk bëhet. Kështu ishte në Gjirokastrë. Do me thënë shikoje fytyrat e njëjta, një monotoni, plagështi, por tani Gjirokastra ka marrë një zhvillim edhe një hov shumë të madh. Vlera e pronave këtu në Gjirokastër tani aty ku një nga këto godinën mund ta merrje me 10 milion të vjetra ose 1 milion të reja, të gjithë këtë godinë tani nuk e merr dot edhe me 1 milion euro. Wow. Po. Ndërkohë vetë hoteli që ti ke, se dikur mbaj mend që këtu s'kaloje dot. Nuk kaloje dot. Ishte e bllokuar, pastaj u bllokua se po punoi, ndërkohë që tani aty është e jashtëzakonshme. Është transformuar komplet sheshi. Këtu ishte një rrëmuj me makina, me njerëz, me e pasistemuar. Sa tani e ke gjithin tëndin. Tani i gjithë sheshi është bërë një transformim jashtëzakonshëm i sheshit me parkimin nën toksor. Po, që është 3 kate parkim nën toksor që është gjëja më e mirë që i ka ndodhur. Ti le makinën aty dhe vazhdo shijoj qytetin, edhe ecë një çik. Shijon, kalaja 5 minuta. Të gjitha atraksionet në qytet janë 5 minuta larg. Po turistët janë gjithë kohë, për shembull, sot është ditë vere praktikisht, edhe pse është prill. Turistët në Gjirokastër ka gjatë gjithë vitit. Por duke filluar nga 20 marsi dhe gjerë në 20 nëntor, turistët është ajo kryefjala e të gjithë Gjirokastrës. Dhe Gjirokastra këtë ka si kryefjalë, turizmin. Këtu janë orientuar të gjithë në turizëm. Dhe me investimet e reja që qeveria do të bëj
në programin e 4 të qeverisës Aeroporti Gjirokastrës. Se do kthehet një jetë? Po, Dikur aerodromi, ai që ka qenë? Ai që ka qenë. Do bëhet aeroport? Po. Ne kemi, sepse unë besova të kjo, e gjithë ky transformim i Gjirokastrës edhe për këtë hyra edhe në politikë, për të dhënë një dorë, për të dhënë një ndihmes, për të dhënë një përvojë se si transformohen gjërat. Ti the pra ka shumë, ata që më ndihmuan mua për të rregulluar sheshin përpara biznesit tim, tani do t'jap një dorë që të rregullojmë sheshin e përbashkët. Të rregullojmë sheshin e përbashkët që është qarku i Gjirokastrës. Ky është sheshi jonë. Kishe bindje politike? Ishe pak i majt, pak... Unë në bindje ishim të majt edhe me familjen, por nuk isha angazhuar asnjëherë. I pa angazhuar. I pa angazhuar. Gjithmonë, mund të isha dhe njeriu i vetëm, thosha me vete, mund të jem njeriu i vetëm në Shqipëri që nuk shikon televizor. Nuk mirësha me as lajme, as televizor, as këto. Mirëshim vetëm me punë dhe nuk është se... Do të tregon diçka kur isha në Greqi, për shembull, mendoje që sa mirë këta, çka ka ndryshe nga ne? Unë mendoja që kur do vi dhe aty tek ne kjo ditë që edhe ne të jemi në këtë lloj më shumë, edhe në mentalitet të lirë edhe të hapur me të gjithë këtë gjithë gjën që është gjithë ambientin, dhe pastaj kur ne do ta transformojmë këtë vend që ta bëjmë edhe vendin ton ashtu siç ne i jemi këtu në Greqi ose në të gjithë Evropën që ne shkojmë, e mendonim këtë gjithë koha, do me thënë të ri aty, kur do vi kjo ditë që ne... Dhe si do vi kjo ditë? Do jetojmë dhe ne në ato sheshet e bukura, në lulishtet e bukur, në një transformim të rrënjësor të gjithë vendit, që dhe fëmijët tanë të mos thonë më që kur do vi kjo ditë, që ne të shikojmë atë vend si vendin tonë, por të jetojnë në një vend që ata e ndrojnë. Tani të vinë grekët që njihe dikur, të vinë ote? Vinë shumë grek dhe ata janë shumë të impresionuar nga Shqipëria. Shumë të impresionuar. Këtë edhe janë fjalë pak këto që po them, sepse ata thonë që Shqipëria ka një të ardhme shumë të mirë dhe Shqipëria, biles thonë që Shqipëria do na e kaloj dhe ne. Ska që jemi fqinj, japim dorën njëri tjetrit kur të kemi nevojë. Por me hyrjen në Bashkimin Evropian atë fqinjësinë do ta bëjmë një familje dhe kështu që nuk ka më fqinjësi, ka një familje dhe një vend. Ti në këtë tënden, në këtë përfaqëson shumë, përfaqëson Lunxherin nga je, përfaqëson Tropullin, Greqin ku ke qenë, përfaqëson qafën e pazarit, qafën e pazarit. Je Gjirokastra. Jam Gjirokastrit, jam Lunxhot, jam Zagorit, sepse edhe me Zagorien kemi marrëdhënie me njerëz të afërm. Jam nga Pogoni, se aty unë kam njerëzit e gjysmës time të gruas dhe ose të pjesës më të madhe të familjes, sepse gruaja dhe fëmijët e mi janë gjysmë dhe ata, dhe të Dropullit, të Gjirokastrës, që e thamë. Kështu që unë kam një hartë shumë të gjerë këtu të njerëzve, të vetes time. Të mund të drejtohesh për ato pesën që ka vënë të zemra. Të pesës, dhe për të gjithë këto që, për të gjithë këtë dëshirë që ne kemi për të ndryshuar dhe për këtë mundësi që na është dhënë për të transformuar gjithçka ashtu siç është bërë gjerë sot dhe do të shkojmë tuti. Si e shikon datën 11? Se po vjen. Data 11 se është ditë e veçantë për ty dhe herë e parë. E veçantë dhe 11 ditë jemi larg. Erdhe. 11 ditë jemi larg. Unë po punoj çdo ditë, jam duke takuar njerëzit. Fushata ime është një fushatë. Çfarë thua, mund të ma tregosh? Është një fushatë që unë duhet vetë t'i takoj të gjithë njerëzit aty ku janë, ku jetojnë, ku punojnë. Në derë më derë, port më port, ju trokasim, futemi, nuk shikoj se kush është me çfarë bindje, ku diun se çfarë nga këto. Trokas tek
tek të gjithë. Po fal, pse fusti makina akoma jo? Tani është brenda orarit të shërbimit. Orari i shërbimit në pazarin e Gjirokastrës është ora 6 me 10 e mëngjesit. Shërbimi tani, këto lejohen. Këto janë shërbimi që bëjnë furnizimet e të gjitha subjekteve, të gjithë bizneseve, dhe pas orës 10 dhe gjerë mëngjesin tjetër në orën 6 nuk lejohen në makinë. Se i di të gjitha ti, nuk e nevojë të futet politik. Të gjithë kaldrëmet. Di gjithë historinë e kaldrëmeve. E bukur, do të thonë lejohet vetëm shërbimi. Historia e gjallë këtu. Se kur ishim këtu ne nuk ishte absolutisht asnjë gjë. U transformua Gjirokastra këto vite kaq shumë sa shumë të tjerë mund ta mendojnë sikur se kështu është Gjirokastra siç e shikojmë sot. Jo. Por jo, unë e di se si ishte Gjirokastra, se si u transformua dhe se si është sot. Dhe kjo është e rëndësishme që ti që di si ka qenë, si është, ti e di dhe si do jetë. Dhe është ai besimi që kur tham ky është i çmendur që po përzihet, po ndërton. Tani besoj të ka thonë njëri. Shumë njerëz kur hyra unë në politikë dhe në grupin e kandidatëve të Partisë Socialiste më thoshin, po ti je çmendur, ç'të duhej ti kjo punë? Je mirë, nuk ke lekë ç'të duhej kjo? Ti je në rregull, je në biznesin tënd, je në punën tënde. Ç'të duhej kjo? Po unë mendova që po më duhet mua, ku ja i duhet? Kush do vi dhe të na e transformoj? Kush do vi dhe të japi një dorë më shumë këtij qyteti? Unë jam këtu një provë gjallë që si është transformuar dhe kështu unë dua të vazhdoj këtë që edhe familjet tona, fëmijët tanë të thonë që shiko, me të vërtet jetojmë në një vend që ja vlen të jetohet, të rish, të punosh dhe të mos kërkojnë më të largohen në për botë, por bota do vi këtu tani, në Gjirokastër, dhe ata duhet të shikojnë, të gjithë të rinj duhet të shikojnë tani më të ardhmen e tyre këtu në Gjirokastër, sepse Gjirokastra do marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm në këtë 5 vjeçar që ne do kalojmë dhe themi Shqipëria 2030, Gjirokastra 2030, dhe kjo është një vizion që Partia Socialiste, kryetari i saj Edi Rama, por dhe ne të tjerët e mbështesim fort dhe e kemi si një vizion përpara syve tanë se si ky qytet do të bëhet nesër. Që ta mbyllim vetëm me fjalë, po dhe me ëmbëlsirë që të vej mbar pastaj. Vemi tek se ka dhe pasniqëri më the. Po, do shkojmë aty, do t'ju tregoj edhe një mozaik shumë të bukur të vitit 1981 bërë për festivalin e Gjirokastrës të atij viti. Sa bukur. Vemi ma tregoj, Gjirokastra është plot me surpriza, po jo vetëm për atë që ti shikon, po dhe për njerëzit që takon. Njëri prej tyre është Piro Dhima, surpriza e madhe e listës zgjedhore të Shqipërisë. Bukurose. Plot me mace këtu. Po. Plot me mace Gjirokastra. Edhe me... Shiko Gjirokastra tani? U zgjua Gjirokastra. E zhurmshme. Plot. Ja, shiko sa bukur që është. Shiko zhurma e valigjeve që thamë. Të shikojmë mozaikun. Të shikoj mozaikun, po ma mori mendin o shafi mua. E kupton ç'bëhet? Unë des për o shaf, sekreti im. Dhe në ti do më tregoj art, unë vajta te o shafi. O shafi është ëmbëlsira e Gjirokastrës. Ajo që bëhet me qumësh dhe leje, dhe me fiq të thatë dhe me kanell. E pëlqej, e kam ngrënë majçative, e këshilloj, e propozoj për ata që ndobët. Dhe ky është ai mozaiku që unë të fola pak më përpara. Është një... Më kjo ka qenë këtu? Po, që nga 1981 i bërë nga 2 gjirokastrit, që janë 2 artistë, Çuberi Dasho Çuberi dhe Jorgo Miçi. Sepse duhet thënë emrat e artistëve që kanë bërë. Këta kanë qenë 22-23 vjeç atëherë kur kanë bërë këtë, sapo kanë mbaruar shkollën.
shkollën e arteve dhe sot këta janë 67 vjeç. Do me thënë është një histori jete. Po vinë këtu për shembull pin kafen edhe shikojnë punën e tyre? Po. O sa bukur, po sa mirë që Ne si vjetë kemi nxjerrë sepse kjo ishte e mbuluar, e restauruam dhe e nxorëm për publikun. Janë gur vëndi të mbledhur një nga një dhe ngjyrat janë edhe këto ngjyra origjinale të gurve. Shiko kaldrëmi i Gjirokastrës këtu, fusanellat, qyteti, bukur. pemët, do me thënë këtu është gjithë... Ky është festivali. Ky është festivali. Dhe gjithçka është këtu ka emrin festival. Festival. Sa bukur, domethënë është për shkak të këtij mozaiku. Më shumë se sa e ke bashkuar traditën në një vend, nuk ka ku shkoj dhe Argjiroja. Tani mbas e ka ardhur koha që dikush të flasit, jo tregoj turistëve historinë e Argjiros, historinë e festivalit, se duhet i dinë. Shumë guida dhe shumë turistë vinë për tavanet e Argjiros që të shikojnë edhe atë transformimin që neve e kemi aty, transformimin në një tablo të vetme. Edhe akullore bëke se po shikoj. Po. Nuk të pengoj, më? Me sa kur të kalosh në politikë, e ke lënë në duar të sigurta, gjithë biznesin, të gjithë punojnë punën e tyre. Po na pengon pak tha jo, edhe pse është pronari, se kemi punë. Kjo është e mira, se cilit bëj punën e vet, ta bëj me dashuri, ta bëj duke e dashur atë që ka pranë, dhe jo vetëm atë që shikon përballë. Siç ne dikur shikonim Greqinë apo ku diu se ç'a. Vajza është një vajzë tjetër e ardhur apo është një vajzë që nuk ka ikur? Nga ka ardhur? Ti ka ardhur nga Saranda. Shkon e vjen nga Saranda? Jo, kam bërë shkollën e lartë këtu dhe jam futur biznesit të turizmit, domethënë e kam bërë edhe punon këtu, është disa vite që punon këtu tek ne. Domethënë disa vite që e bëj këtë punë. Është 2-3 vjet sa vajte këtu? 3 vjet këtu. Te festivali, të bashkë të mbarë, festivali e pa qjetën. Si thash, dua ta mbyll me ëmbëlsira, sepse unë uroj vërtet që njerëzit si Piro të pëlqehen, të votohen, të vazhdojnë dhe të frymëzojnë njerëz të tjerë që t'i futen kësaj rruge, sepse kjo është një rrugë që njerëzit e kanë me mëdyshje, të futen mos futen, po kush është aty, po çfarë më pret aty? Aty të pret një punë e madhe, sheshi është gati dhe po të pret. Është mirë që të rinjtë të angazhohen politikisht, sepse ky vend ka nevojë për angazhim dhe që të zhvillohet dhe të ecë përpara. Sepse asgjë nuk zhduket, gjithçka ngelet, në mos ngel transformohet. Si puna e 22 vjeçarëve, e cila është aty dhe ka bërë tani një biznes që të ketë emrin e kësaj pune. Unë nuk e di nëse ata e dinin kur e bën, ata dy djem se çfarë po bënin, por me siguri tashmë mund ta thuash me plot gojë, ata dy djem dikur bën historinë. Si Piro do bëj një histori tjetër. Të vaft mbar Piro. Faleminderit. Aty ku ka nevojë, aty të futem në punë. Ti je kudo. Si do ta bësh kur të merresh politik? Pastaj me klient të veçantë unë futem vetë. Kafja e parë në Gjirokastër sot. Te Piro, te Argjiroja.